Pesë burra shqiptarë dhe një grua britanike kanë pranuar rolin e tyre në një seri vjedhjesh me vlerë rreth 1 milion pound në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Endrit Nikolli, 27 vjeç, Christian Gropçaj, 30 vjeç, Gjergj Lleshaj, 31 vjeç, Christian Detndreaj, 28 vjeç dhe Sidorian Lleshi, 26 vjeç, të gjithë u deklaruan fajtorë për vjedhje me thyerje dhe posedim të pasurive kriminale gjatë seancave dëgjimore në gjykatën e Kurorës në Chester. Nikolli dhe Lleshi pranuan gjithashtu një akuzë tjetër për vjedhje me thyerje, të kryera në Staffordshire në mars 2024 dhe dhjetor 2023, ndërsa Jade Tob, 33 vjeç, u deklarua fajtore për posedim të pasurive kriminale. Hetimi kundër bandës filloi në tetor 2024, kur detektivët u funë në dieni për një seri vjedhjesh me thyerje në të gjithë zonën lindore të Cheshire, duke përfshirë incidente në Macclesfield, Presbury, Weston dhe Williston. Në çdo rast autorët përdornin shkallë për të hyrë nga dritaret dhe balkonat. Pasi hynin brenda, ata plaçkisnin pronat duke vjedhur bizhuteri, çanta firmato, ora dhe parat gatshme. Pas bashkëpunimit midis policisë Derbyshire, policisë Nottinghamshire dhe policisë Staffordshire, detektivët nga Macclesfield arritën të lidhin incidentet në Cheshire me disa të tjera në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar përmes shenjave të këpucëve të lëna në vendngjarje. Oficerët zbuluan se një Ford Focus i kuq, i cili ishte i siguruar në emër të Gropçajt, kishte qenë i pranishëm gjatë shumicës së incidenteve. Ata zbuluan gjithashtu se një makinë me qiraje marrë nga thap ishte përdorur gjatë shumë prej vjedhjeve të tjera. Më pas Gropçajt ju kryen verifikimet telefonike, të cilat zbuluan se ai kishte qenë në kontakt të rregullt me Nikollin, Detndreajin dhe Lleshajin. Hetimet të mëtejshme zbuluan se të 4 persona takoheshin rregullisht në një kafene në lagjen e bizhuterive në Birmingham. Përveç kësaj, oficerët ishin gjithashtu në gjendje të vërtetonin se Tab ishte në një lidhje me Nikollin. Gjurmëta dënës nga Nikolli ishin gjetur gjithashtu në vendin e një vjedhje me thyerje në Staffordshire. Detndreaj nuk u kap në momentin e parë, por më vonë u arrestua në Surrey nga oficerët e njësisë së krimeve të rënda dhe të organizuara në policinë e Cheshire. Gjatë bastisjeve, oficerët sekuestruan 13 çanta dore firmato së bashku me 14 orë dore me vlerë gati 17.000 pound. Policia sekuestroi disa telefona celular dhe gjatë analizës, oficerët gjetën qindra imazhe të sendeve të vjedhura, së bashku me mesazhe që përmbanin linqe për hartat e Google, të cilat korrespondonin me vendin e ngjarjeve të vjedhjeve.